Në kishën ortodokse në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e Pashkës nga fëmijëllitari Ad Nikola Petani. Të pranishëm në këtë meshë të shenjtë ishin 10 besimtarë ortodoks, të cilët me qerinë e duar që simbolizon ardhjen e dritës dhe shpresës së madhe për njerëzimin në këtë festë pashke, u lutën për veten, familjarët dhe të afërmit për një të ardhme sa më të mirë në jetën e tyre. Është një moment paskal, për të thotë që si shtatë fondatori i Arkiepискop Joan, Zoti e poshti vdekjen në pafitorin. Sot jemi ndellë që së bashku për të dhuruar njëri tjetrit forcën, besimin, dashurinë që e karakterizon njeriu. Sepse në qoftë se nuk do kishim Zotin në gjallë, nuk do kishim fitorin në vdekje. Por Zoti dha veten e tij në kryq. Edhe atje në kryq ku ishte tha, fali o Zot, sepse nuk di çfarë bëj. Në dhe motra ne kishim të premten, u gjithë se bashku ishim të përkujtuar dënimin, kërcitjen, kamshikun, torturat e Zotit të Mesëreshtë. Sot avashavash do jemi gjithë se bashku për të kujtuar gjallën e Zotit të Mesëreshtë. Është transformimi i qenies njerëzore nga festa e Pashkës. Njeriu ka kuptuar, qenia njerëzore ishte shumë e brisht, por me ngjallën e Zotit na tregoi se ne nuk i kemi frikë vdekjen, ne kemi poshtë vdekjen. Në themeli i kishës sonë, themeli i ortodoksisë, themeli i krishtimit është ne jemi me Zotin, edhe Zoti është me ne. Le të lutim gjithë së bashku në këtë paskal, në këtë Pashkë, që Krishti të jetë bashkë me ne, edhe të na udhëzoftë për mirën e familjet tona, edhe për çdo jetë, edhe për çdo njeri që ka nevojë për Zotin. Të gjithë jemi me Zotin, të gjithë kemi nevojë për Zotin, edhe lutemi edhe për ato që nuk kishin mundësi të marrin pjesë në liturgjinë e shenjtë. Betejmë me Zotin. Pashkët ortodokse simbolizojnë në ringjalljen e Jezu Krishtit pas një kalvari të gjatë vuajtjes shellune dhe pas kryqëzimit të tij në ditën që njihet si e premtja e Zezë, ndërsa edhe televizioni Star Plus uron të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët.